Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Nga Kuvendi i Republikës Maqedonisë së Veriut konfirmuan se i kanë pranuar propozimet e ministrave të rinj. Bekim Sali do të jetë zëvendës kryeministër dhe ministër për çështjet europiane, ndërsa Muhamet Hoxha do të jetë ministri i mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor. Sipas njoftimit të Kuvendit, fillimisht do të duhet kalojë në Kuvend shkarkimi i ministrit aktual për çështjet europiane, Orhan Myrtezani. Rritet bashkëpunimi ndërkufitar mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë, nis realizimi i projekteve vullnetar në veprim për sigurinë e qytetarëve dhe mbrojtjen e natyrës dhe Krushevë dhe Elbasan, udhëtim në natyrë dhe aventurë të financuar nga Bashkimi Evropian përmes programit Tipa 3. Këto projekte promovojnë zhvillimin e rajonal të qëndrueshëm, mbrojtje të mjedisit dhe siguritë komunitetit, ndërsa forcojnë bashkëpunimin brenda dhe ndërmjet komuniteteve lokale përtej kufirit. Common economic challenges, environmental protection and social inclusion. These are vital for EU integration and regional development. This is what the EU cross-border programs are all about, together fostering trust and solidarity, supporting balanced development and strengthening the European identity and unity. Sfidat përbashkëta ekonomike, mbrojtja e mjedisit dhe përfshirja sociale të janë thelbësore për integrimin në Bashkimin Evropian dhe zhvillimin rajonal. Kjo është ajo për të cilën shërbejnë programet e propozuara nga Bashkimi Evropian. Së bashku ne ndërtojmë besim dhe solidaritet, mbështesim zhvillimin e balancuar dhe forcojmë identitetin dhe unitetin evropian, tha Mihalis Rokas, ambasadori i Bashkimit Evropian në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Projektet gjithashtu synojnë ndërtimin e kapaciteteve rajonale për rritjen e turizmit të qëndrueshëm. Shuma e totale e këtyre projekteve është më shumë se 1.6 milion euro. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, merr mandatin e partisë për të qenë kandidat për kryeministër nëse fiton zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Nga kjo parti pati kritika ndaj qeverisjes aktuale dhe vlerësoi situatën politike si moment kritik për Kosovën. Abdigjiku tha se LDK-ja po hyn në zgjedhjet e 28 dhjetorit me synimin për të rikthyer normalitetin institucional dhe orientimin euroatlantik të Kosovës. Është momenti kur LDK-ja, partia shtetëformimit, ngrihet sërish për të dhënë zgjidhje. Kjo është arsyeja pse jemi sot këtu për të marrë vendime që nuk na shërbejnë vetëm nesh, por Republikës Kosovës, që nuk i shërbejnë interesit vetëm interesit ton për të ardhmen së vendit. LDK po hyn në një garë të re elektorale me një forcë që nuk vjen vetëm nga numrat elektorale, por nga përvoja, nga qëndrueshmëria, mbi gjitha nga trashëgimia jonë. Ne nuk jemi parti e improvizimeve dhe as e krizave të rrajshme, jemi parti e organizimit, jemi parti e maturisë, jemi parti e vetë shtetit dhe sot më shumë se kur Kosova ka nevojë pikërisht për këtë forcën tonë. Kreu i LDK se paraqiti partinë si alternativën e vetme të përgjegjshme në skenën aktuale politike. Rritje e pagave në masën 2.5% për vitin 2026 në sektorin publik. Premtimi vjen nga Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit në Shqipëri Delina Ibrahimaj gjatë një digjese publike me banorët e njësisë nr. 7 dhe nr. 10 në Tiranë. Ministri Ibrahimaj deklaroi se indeksimi i pagave në sektorin publik me 2.5% synon përmirësimin e mirëqenies për të gjitha shtresat dhe kategoritë e punonjësve. Indeksimi nuk është bërë ndonjëherë dhe do të bëhet vitin që vjen me 2.5% për të gjitha kategoritë e pagave. Dhe kjo është një masë që neve i japim për të gjithë të punësuarit në sektorin publik, që rritja e çmimeve të mos e uli fuqinë blerëse, deklaroi Ibrahimaj. Krah asaj është parashikuar për pagë minimale në 500.000 lekë, ndërsa synimi është që deri në vitin 2030 ajo të jetë 700 euro. Bota. Bashkimi Evropian po përgatit sanksione të reja kundër qeverisë së presidentit bielorus Aleksandr Lukashenko. Shkak janë dyshimet për një fushat hibride kundër Lituanisë fqinje. Paralajmërimi vjen nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Gjendja në kufi me Bielorusin do të përkeqësohet me shpeshtimin e futjes së balonave të kontrabandës në hapësirën ajrore të Lituanisë, shkroi presidentja e Komisionit Evropian pas bisedimeve me presidentin lituanes Gitanas Nauseda. Një sulm i tillë hibrid nga regjimi Lukashenkos është plotësisht i papranueshëm. Lituania vazhdon të ketë mbështetjen tonë të plotë, tha von der Leyen, duke shtuar se po përgatisin masa të mëtejshme në kuadër të regjimit të sanksioneve. Lituania e mbylli kufirin me Bielorusin në tetor pasi 10 balona të ngarkuara me cigare kontraband hynë në mënyrë të palishme në hapësirën e saj ajrore, duke detyruar disa aeroporte të mbyllen dhe duke nxitur tensionet mes dy vendeve. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.